ndjekin tuaj, ndjekin parat e tyre dhe ne shqiptarët duhet ndjekin kur shkojnë lekët e shqiptarëve, lekët e buxhetit që ka raste për shembull persona të lidhur për korrupsion, të cilët marrin tenda, marrin gjëra dhe investojnë jashtë territorit të Republikës Shqipërisë. Pra, siç e bëjnë tuajt që ndjekin lekun e vet, edhe ne si shqiptarë, edhe ne si institucione shqiptare duhet marrim masa që ti gjurmojmë dhe ata jashtë shtetit. Se nga informacionet që kemi shumë persona të korruptuar që me paratë e popullit kanë bërë investime jashtë shtetit. Shikom, çfarë shikoj unë? Duhet parë mënyra se si kanë komunikuar, është direkte s'ka enkroçatja, apo është direkte... Por kanë ardhur edhe fal një dëshmi të Nureddin Dumanit, edhe ai ka dhënë një ndihmës në këtë hetim. Ai e ka bërë lëmsh gjithë situatën, me fjalë ka treguar edhe gjërat të cilat nuk i di, dhe më duket pak jo e fortë ajo pjesë, por gjithsesi. Tani të ndalemi te pjesa e antimafjas me pjesën e bashkëpunimit me prokurorinë italiane, vendimin e gjykatës dhe pjesën që ka ardhur në Shqipëri, pjesa për kërkimi për masat e sigurisë të cilët janë bërë për këta persona. Qa më lë mua hije dyshimi? Më lë hije dyshimi sepse qofse flasim për grup kaq të madh, sipas italianëve, një grup i jashtëzakonshëm, edhe të kapësh një shifër kaq të ulët parash, më duket pak... Ato mund të kapën flagrancë, mos ta relativizojmë. Jo, shiko, edhe njërë. Të thuash për një rrjet të madh ndërkombëtar, me një fjalë, duhet të flasësh me shifra marrëmendse. Pra, nuk mund t'i atribojmë neve pjesë të personave të cilët kanë bërë transportimin e parave. E para njërë tani, prandaj pikërisht e kapa në momentin që do dali vendimi, në momentin që do dali komplet ajo dosje, e cila do merret ai fashikull për masën e sigurisë nga avokatët, aty do të shikohen të gjithë elementet ku është bazuar antimafia, vendimi i gjykatës Barit deri tek pjesa e ekzekutimit në Shqipëri të gjithë urdhrarese. Pra, do të shikohen me intësi të gjithë elementet për lëvizjen dhe aty do të shikosh gjithë xhepin që jemi përballë një situate të cilën jemi me të vërtet me një grup të madh, apo jemi me një pjesë të cilët duhen hetuar këta persona dhe nga deklaratat e tyre çfarë do të përfitohet. Pra, sepse me sa di unë, ka shumë persona të cilët marrin përsipër dhe lëvizjen e parave të tyre, të punës të tyre në shtetin italian, apo dhe diku tjetër, dhe i kalojnë në atë formë si i kalojnë duke ja quar familjarëve tyre në Shqipëri. Pra, ato letra të cilat janë kapur, ato përllogaritje të tëra, ka përshtypjen tani që do përballen edhe me pjesën që çfarë është ky shkrim, çfarë është ky konstatim që është bërë të kjo pjesë e verifikimit të shifrave të cilat kanë. Kjo është mënyra se si e shikoj unë si avokat tani. Më kupto. Unë nuk dua t'i dalë ndesh, por do të dishni diçka që edhe në përgjithësi aksionet e mëdha të cilat bëhen në përgjithësi, kemi pasur edhe para një viti apo 2 vjetësh kemi pasur arrestimin spektakolar e tjera që bëri shumë burr për Salilin. Edhe si doli situata? Doli blof. Pra doli nga gjithçka, doli pas i faj. Pra si ishte e lidhur fare me këtë pjesë. Dhe për atë që e them që jam skeptik për këtë pjesën e vendimeve që jepet dhe atë të cilën e bën në përgjithësi. Shiko, duhet të dishni diçka, ka një diçka. Unë jam pak i involvuar me pjesën e drejtësisë italiane. Jam i involvuar te pjesa me... Ti po bën rolin e avokatit edhe te parimi, avokati parimi. Edhe një, shiko, unë po them atë gjë të cilën si e mendoj unë. Dhe pastaj u kanë ftuar të dyve, se kemi një prokuror dhe një avokat. Nuk kemi një gjyqtar, por gjithsesi jeni të dy kundër njëri tjetrit. Shiko çka gabime ka. Në Itali, kur ndodh diçka, mjafton të thonë një person është ky, dhe ky person vihet në shënjestër derisa ta kapin. Apo se kapin. Mirë, po këtij personi i atribuohen vepra penale të cilat ai nuk i ka. Me fjalë fusin me pa prova në grup të strukturuar, kriminal, me shumë... Në fund e vendos drejtësi, e vendos gjykata. Jo, një sekund. Nuk besoj që nga qamatori italiane. Drejtësia italiane në përgjithësi
Me fjalë, një pjesë e drejtësisë italiane, gjykatat në përgjithësi, kanë vendime shumë të drejta në Itali. Por, ka veprime të gabuara, një sekondë, ma lët pak ta them, që sepse do bëj që këtë dallimin e zhurmës që unë e quaj në thonjza, që është bërë për këtë aksion, deri në edhe njërë, një sekondë, nuk edhe njërë, të lutëm, po tani unë ta them e bili, unë tani po ta kap profesionalisht. Në qoftë se do kisha një nga ata. Ka fundu argumentet me njëherë, jam i sigurt. Shiko, unë të garantoj për këtë që pjesa e Italisë në përgjithësi, kur jepen urdhër arestet, lën shumë për dëshiruar. Në qoftë se kjo, si situatë, ka kompetencën territoriale, Italinë, këta persona janë subjekt i ekstradimit. Rasti konkret, do të thonë, me sa konstatojmë, do të thonë, kemi disa prova tjera, s'kemi vetëm hetimet e Italisë, po ka pas dhe hetime në Shqipëri. Pra ne duhet bërë një balansim, sepse edhe prokurori italian tha, kemi bashkëpunim, tha, si më përpara, tha që, do të thonë, që i kanë vepruar në mënyrë pavarur. T'ja lëm hetimit, do të thonë, në mënyrë të ashtu. Unë kisha më fal një minutë, me një avokat. Pra, do më thonë, me një arestimin e një avokat. Kemi dhe një avokat arrestuar. Por mu, këtu do më thonë, duhet jemi qitë kujdesëm, sepse avokati për shkak detyrës, ka drejt komunikoj me klientit, marri vesh dhe sekreti që mund të përbëjmë vepra penale. Jo, por që nuk ka i patur hetim... Avokati nuk ka për detyrë të tregojë dhënat që merr nga klienti për krime nga më të rënda, duke filluar trafiqe dhe gjithë.